Po nëse për mu mirë, se po ka punë. Po ka punë për Shqipënisë, djej po ata 2 djemë për Shqipënisë, kanë ardhur, ka për Maqedonisë, kam pas raste, kanë ardhur, edhe në Kosovë ka shumë kërkesë. Që nga fëmijëria, muzika dhe kitara kanë qenë pjesë e jetës së tij. Me vite, pasioni u shndrua në profesion, e sot, ai është i vetmi në Kosovë që rregullon dhe përsos çdo kitar me kujdes e dashuri për të krijuar tingullin perfekt. Nuk ka se si të ekte botës së muzikës, pasi model të botës muzikore ka pasur dhe akoma ka, babajnë e tij Zotri Lulin. Jam koni sillun gjithmonë për instrumente. S'ke pas ka me ikë? S'kam pas ka me ikë, gjithmonë një gitarë, atë një gitarë. Gitarat si natyrë, domethënë janë të marru me pi drunit komplet, edhe pi ndryshimit temperaturave, lëvizin ton kohë. Duhet më nejt gati, si keri që bëna servisin, për shembull në herë në vjet, edhe gitarave duhet më nejt gati ton kohë. Në qashtu gitarave tonë ato pas shumë, u dash më nejt dikush gati, kom fillu vet, domethënë qashtu. Më nejt gitarave të mia gati një herë. Mandja kom nis pak shoqnis, pak gitaristave lokal që janë, edhe thash mas 10 vjetë faktikisht që e kom boke për punë, thash pse mos me bëni një lloj biznesi edhe me këtë punë, se është diçka që mungon atë që ka nevojë shumë, të më ka bëu si natyrë e dytë, edhe e du instrumentin shumë se vetëm edhe muzicient, jam gitarist. E një kështu në thellësi, domethënë. Për çato edhe ka ardhur lehtë me punu me to dhe me kuptu. E Lumi në ambientin e tij unik na prezantoi me detajet e punës së tij, aty ku çdo instrument i tij merr jetë e re. Njerëz duhet me investu në simbojësit gitarave. Duhet me lon gitarat, se po vinë me qafa të thyme, shkaku që spilojnë mirë gitarat. Po nëse për mu mirë, se po ka punë. Po ka punë për Shqipënisë, djej po ata 2 djemë për Shqipënisë, kanë ardhur, ka për Maqedonisë, kam pas raste, kanë ardhur, edhe në Kosovë ka shumë kërkesë. Domethënë vim për Gjilani, për Ferizaj, për këtë Kosovës. Ndoshta muzicietat që si njeh hiç, po në shtëpi ushtrojnë, domethënë gitarë ty si njeh hiç, po ka shumë. Varet ke për problemet që ka gitara, po është punë domethënë këtë milimetrave, është punë e kohës. Domethënë pak 1 milimetër që me lëvizit, 1 milimetër atje, 1 milimetër me lëviz qafe. Këtë këtu në fund kur bohën, këtë ka pak milimetra aty këtu, e arrin qatë perfekcionin e setupit i thonë servisit për ndryshe. Edhe qëto këtë puna milimetrave. Po në varë, domethënë për kostës, këtë varë për problemit që ka gitarë. Një vend ku pasioni, arti dhe precizioni takohen nuk ka se si të mungoj, emri dhe puna e tij e veçantë, gjë për të cilën Lumi na dha detaje. Munona gjithmonë me bëni zgjidhje. Kam edhe për shembull nëse puna me elektronikë, kam edhe një bashkëpunëtor me të cilin punoj. Po ne di këto pjesën bazike të elektronikës, se du më konë tamani specifikum për çatë punë, e dërgoj të beka. A për ndryshe që ka jashtë elektronikës i bëj edhe vetë. Edhe kom pas raste për shembull me qafa të thymën e s'kom rregullu më herë. Po kom sfidu vetën kur ka ardhur një rast për me ndrejt gitarë, kom thonë, okej, kom e ngjit qafën, edhe kom ngjitë, kom rregullu edhe funksionon perfekt. Inspirimin faktikisht tashmë se kom bëu edhe biznes s'muj mu më varë veç për inspirimit, po duhet me kry punën se i vyn gitara njerit nesër më nëse sot ose mas 2 dite. Po zakonisht punoj mas orës 5, deri në ora 5 punoj tamam punën e rregull që kam si arkitekt. Mas 5 do të thonë jam i lirë se këtë punë kam veç hobi. Dhe nuk kam punë kryesore, kam pasjet mas. Ja ku drejt vetes për shefit tamam që gitarat,
i kom ndreq instrumentet, kom ndreq keca në që mbynë, do më thonë, ja kom ndreq rahatin vetës që muni rahat në ambientin e punë. Ta e kam dashuri të parë, e kam gitarën dhe muzikën, sigurisht. Arkitekturën e du njëkohësisht njëjtë, po muzika është diçka që folë ndryshe. E nisëm me melodi të kitarës dhe po me këtë melodi edhe po e mbyllim, duke e përgëzuar lumin për punën dhe pasionin e veçantë që ka.